Në Kneset, parlamentin e Izraelit, kryeministri Edi Rama u prit me një ceremoni të posaçme nga kryetari i Knesetit Amir Ohana në Kneset Plaza, ku luajtën himnet kombëtare të dyja vendeve dhe delegacionet u përshëndetën nga roja e nderit. Ceremonia i parapriu takimit zyrtar me kryetarin e Knesetit dhe më pas adresimit të kryeministrit Edi Rama në seancë plenare, sipas një protokolli të veçantë që parlamenti u ka rezervuar vetëm një numri të kufizuar udhëheqësish të huaj. Në fjalimin e tij Rama shprehu mirënjohjen e thellë ndaj Izraelit për mbështetjen kritike gjatë sulmit kibernetik masiv të Iranit kundër Shqipërisë, duke theksuar se Shqipëria nuk ka më asnjë marrëdhënie diplomatike me Iranin. Ai vuri në duki harmoninë fetare në Shqipëri, duke thënë: Unë nuk jam musliman, jam katolik, por gjysma ime më e mirë është muslimane. Paraardhësit tanë janë ortodoks. Nuk do t'ishte çudi nëse djali im I vogël do të zgjidhte të ishte hebrej. Kryeministri Rama theksoi se Shqipëria është I vetmi vend që doli nga lufta e dytë botërore me më shumë hebrejnë se sa kishte në fillim të saj, pa I dorëzuar asnjë prej tyre nazistëve. Askush më mirë se Shqipëria nuk mund t'jap shembullin se si t'jesh musliman dhe jo antisemitik. Duke folur për situatën në Gaza, Rama deklaroi se xhelati I vërtet është Hamasi dhe se pa çarmatosjen e tij nuk mund të ketë paqe. Ai krahasoi tunelet e Hamasit me tunelet e diktaturës komuniste në Tiranë, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike si dëshmi për brezat e ardhshëm. Në fjalimin e tij Rama njoftoi gjithashtu hapjen e muzeut të hebrejve në Vlorë, ku shtuar shpëtimit të hebrejve nga shqiptarët që në shekullin e 16 si një akt krenarie dhe humanizmi. Ai u bëri thirrje të dy popujve për paqe, duke theksuar se paqja është e vetmja rrugë drejt së ardhmes dhe se në lindjen e mesme po vërehet një dëshirë reale për ndryshim. Fjalimi u shoqërua edhe me nota humori, ku Rama tha: Ju e dini që hebrejt flasin gjatë, por nuk e dinit se ballkanistët flasin akoma më gjatë. Kryeministri Rama u bëri thirrje të gjithë qytetarëve izraelit dhe palestinez të japin një shans jetës dhe paqes, duke përfunduar me urimin. Lulzoft në përjetësi shteti I Izraelit dhe në dinjitet populli palestinez dhe të dyja kombet të jenë së bashku në të ardhmen. Para fjalimit Rama I shoqëruar nga bashkëshortja e tij Linda Rama bëri homazhe në monumentin e ushtarëve të rënë dhe në monumentin e viktimave të terrorit, dy simbole me domethënie të veçantë për popullin e Izraelit. Ai la gjithashtu një shënim në librin e përshtypjeve në Hallin Chagall, ku shkroi: Nuk mund të mendoj një nder më të madh dhe një bekim më domethënës se sa të lë këtë shënim në këtë faqe, si një mysafir I veçantë në këtë shtëpi legjendare. Faleminderit.